Në shkrimin tim mbi deklaratën e kryeministrit, sipas të cilës pezullimi i një titullari paralizon institucionin, një lexues, që për mua është një socialist i mirë, një burr i ndershëm, më shkruan: Zoti Thano, thot, shumë mirë që jep analizën për të mos e mbrojtur një të korruptuar, thot. Do të ishte kundër dëshirës shumicës shqiptarëve mbrojtja e një të korruptuari. Por në këtë kontekst po ju pyes, thot zoti Thano, për zonjën Balluku, thot, dyshimi për korrupsion është mos barazia në tendera. Në një garë, thot, ku marrin pjesë disa kompani, të gjithë humbësit do ta kontestojnë vendimin, thot. Çdo vendim, thot, është subjektiv, thot. Dhe përjedhoj nuk mund të quhet krim. Do ishte mirë, thot, që spaku dhe gjykatët flisin me shifrat sa ka fituar, domethënë, thot Balluku sipas lexuesit, jo ta përfundojnë, thot, me shpërdorim detyre. A keni lexuar, thot, shkrimin e juristit Sokol Berberi për interpretimin e gjykatës kushtetuese që ta kuptosh të situatë, më thot mua po. Letrën mund ta shihni të plot, do ta shfaqem të plot në ekran. Nderuar, argumenti juaj, pavarësisht se duket i ekuilibruar në sipërfaqe, në fakt, në thelb prodhon një pasojë shumë të rrezikshme. Unë do dëshiroj të më ndiqet deri në fund, sepse në fund kam unë një pyetje për ty. Po përpara se të shkoj atje, ajo që thua ti, i nderuar, krijon dy kategori qytetarësh. Përpara ligjit, ju thoni kujdes me paraburgimin, apo jo, thoni kujdes me interpretimet, thoni kujdes me diskrecionin administrativ. Dakord jam unë. Po ky kujdes për çudi aktivizohet vetëm kur bëhet fjalë për pushtetin dhe këta individë të lartë me pushtet. Ku janë gjithë këto argumenta kur bëhet fjalë për qytetarin, i cili, e kam thënë edhe herë tjera, i tregohet burgu dhe pranga për një parkim. Tani le të jemi të qartë çik për rastin, përpara se sa të gjykojmë kaq kollaj, bazuar ke fjalimet politike dhe retorika e ditës që dëgjojmë pafund në televizor. Kemi përgjimet e Ballukut, besoj keni pa. Çfarë tregojnë ato? Ato komunikime, po i hap këtu për t'i rifreskuar, ju mund t'i gjeni në çdo faqe online. Ato janë komunikime që ngrenë dyshime shumë serioze për ndikim, ndikojnë procedura, koordinojnë, favorizojnë, caktojnë fitues. Ju flisni për subjektivitet? Kjo është shumë më tepër se subjektivitet, miku im. Ka indicie për deformim gare të qartë. Në çdo sistem penal normal, indicie të tilla hetohen deri në fund. Ju thoni prova, a ka prova për fitim dhe sa shifra ka përfituar, po shumë mirë. Po pikërisht për këtë ekziston procesi penal, i cili është ndërprer nga kuvendi për Ballukun. Apo jo? Si do t'i marrin vesh këto nëse nuk lejohet që hetimi të vazhdojë, që i gjithë procesi të vazhdojë? Kuvendi, miku im, nuk është gjykatë. Dhe paraja publike, për cilën po flasim këtu, qoftë 1 milion, qoftë 100 dark, nuk është statistik, as shkenca eksakte, siç më shkruani ju, është djers, është të vësheja mbi bukën, është taksa mbi rrogën e infermierit, e mësuesit, e punëtorit. Edhe abuzimi më minimal me këtë para publike, quhet thyrje e besimit publik. Sikur dhe qindarkat janë, kurse këtu po flasim për miliona euro. Gjithsesi, korrupsioni nuk matet vetëm me shumën. Matet me përgjithësi me deformimin e procesit. Dhe nuk po i hyj këtu që t'ju shpjegoj juve se çfarë është një tender dhe pse synimi i tij është të kursej para publike. Besoj ju këtë e keni qartë, nëse e kuptoni. Këtë duhet të lexoni çfarë është tenderi për të kuptuar pastaj që këtu nuk kemi të bëjmë një tender, nuk është zgjedhje subjektive, miku im. Megjithatë unë po e çoj logjikën tuaj deri në fund. Më thoni që a e kam lexuar këtë juristin Filan Fisteku sepse shpjegon ky vendimin e gjykatës kushtetuese. Shiko, unë e kam lexuar këtë juristin që përmendni ju. Kam lexuar dhe shumë të tjerë që nuk han fare në këta çanakët tanë këtu. Okej? Dhe ajo që kam nxjerrur nga këto lexime është që drejtësia vërtet nuk është mbi sovranin.
por drejtësia është mbi pushtetin. Pikërisht që ky pushtetit mos tradhtoj sovranin. Kjo është drejtësia. Ndërkohë realiteti është brutal ke ne. Të thash pak më lart që një qytetar i zakonshëm si unë dhe si ti, nëse ti jeton këtu, duhet përballet me masa shumë të ashpra dhe për shkelje shumë vogla. Të përmenda parkimin, po ke pafund, për një faturë energjie kanë vojtur burg njerëzit. Okej? Tani kur vjen puna te pushteti, te pustetari, kërkohet, i kuptoj që kërkojnë pushtetarët vetë, sepse duan të vazhdojnë të bëjnë atë që kanë bërë 35 vjet me radhë. Po nuk e kuptoj kur e kërkon ti. Domethënë çfarë kërkon? Kërkon kujdes të shtuar, kërkon filozofi, interpretim, kërkon kontekst për pushtetarin, vetëm me idenë që ky që ka i votuar. Në fakt nuk është i votuar, sepse ne nuk kemi sistem që votojmë drejt për drejt më. Besoj ju e njihni atë marrëveshjen e famshme të 2008-s Rama Berisha që e ka monopolizuar totalisht politikën dhe hyrjen apo kontributin në të, por dhe sikur ta kishim një sistem drejt për drejt, çfarë është vota sipas jush? Mburoj mbi ligjin? Ja, as pak. Nëse fillojmë të relativizojmë drejtësinë sapo prek emra të mëdhenj, atëherë nuk kemi frikë nga abuzimi i drejtësisë, kemi frikë nga barazia përpara saj. Dhe unë të premtova në fillim që do të bëja një pyetje unë në fund. Mu dëgjoj me vëmendje, nuk ka nevojë të më përgjigjesh mua fare. Reflekto me veten dhe përgjigjo vetes. Pyetja është e thjeshtë, por mendoj unë thelbësore. Nëse Rama do sillej ndryshe dhe do t'ia dorëzonte drejtësisë zonjë Balluku, ashtu siç ka bërë me të tjerë më përpara. Okej? A do të mendonit ju sot njësoj? Do me thënë, se përgjigja është jo, atëre problemi nuk është parimi që po diskuton ti, është pozicioni politik i momentit. Thot kryeministri kështu, në mëngjes, dhe hajde ta përsërisim dhe ne në darkë si argument. Thot kryeministri ndryshe, ne nuk ndihemi. Okej? Bëje këtë test me veten, pyete veten me sinqeritet. Ajo që po mbron sot, është një bindje e qëndrueshme e jotja për drejtësinë, apo është një reagim indikuar nga qëndrimi këtë herë ndryshëm i kryeministrit. Pyete veten edhe përgjigjen kthea vetes. Faleminderit.